Publikimi i raporteve zyrtare për shitblerjen e energjisë elektrike gjatë vitit të kaluar ka konfirmuar atë që Partia Demokratike e Kosovës ka denoncuar vazhdimisht që nga fillimi i mandatit të qeverisë që tashmë është në detyrë. Pra që në sektorin e energjisë janë kryer dhe po kryen abuzime dhe keqpërdorime të rënda, që kërkojnë themelimin e një task force nga prokuria speciale me qëllim hetimin e këtyre krimeve dhe abuzimeve. Me shqetësim të thellë, i kemi analizuar të dhënat që dëshmojnë kosto jashtëzakonisht të lartë për bartjen dhe blerjen e energjisë elektrike të realizuara me çmime marramendse. Pra, për vetëm 6 orë, përmes një transaksionit të vetëm, çmimi i transmetimit u rrit nga 2 euro në 798 euro. Pra për megawatt, duke i kushtuar buxhetit Kosovës mbi 1 milion për vetëm disa orë. Ky është shembulli më i qartë i një keqpërdorimi të paprecedent në historinë e tregtimit të energjisë elektrike në vendin tonë. Miliona euro brenda një dite të vetme kanë përfunduar në xhepat e kompanive të lidhura me këtë qeveri, përmes ankondeve të kurdisura dhe ofertave të porositura. Edhe më shqetësues është fakti se çmimet e realizuara për blerjen dhe bartjen e energjisë elektrike janë shumë më të larta se sa ato në vendet e rajonit, siç është në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Përballë këtyre fakteve, institucionet përgjegjëse, si zyra rregullatorit të energjisë elektrike, Kosti dhe vetë shefi këtyre, pra kryeministri në detyrë zoti Kurti, kanë heshtur në mënyrë të pajustifikueshme. Në fund, pasojat e këtyre skemave kriminale dhe të dëshimta po i paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës, një pjesë nga xhepi i tyre dhe një pjesë nga taksat përmes buxhetit të Republikës së Kosovës. Pra përderisa në njërin anë kemi 2 apo 3 kompani që janë duke fituar miliona euro në këto kurdisje të këtyre ofertave dhe këtyre tenderve, në anën tjetër e kemi një vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë që nga 1 qershori i vitit 2025, pra për 3-4 ditë të ardhshme, nxjerr në treg të lirë, ose si thot në treg të lirë sepse treg të lirë nuk ka, të energjisë elektrike mbi 1300 biznese që kanë 10 mijëra të punësuar dhe që kryesisht janë prodhues tonë vendor që prodhojnë qofshin ato ushqimet që konsumojnë baza ditore apo materiale ndërtimore e kështu me radhë. Pra, çka do të thotë në treg të lirë? Ne kemi 11 ofertues të licencuar, por në fakt vetëm njëri nga këta të licencuar ofron shërbimin pra për shitjen e energjisë elektrike. Dhe çmimi i energjisë elektrike për bizneset tona, për 1300 që janë kryesisht siç e thash prodhues rritet rreth 250 deri në 300%. Pra mund të imagjinoni që tani po kërcënohet humbja e vendeve të punës të 10 mijëra punëtorëve në ekonominë tonë, edhe ashtu të goditur jashtëzakonisht shumë gjatë këtyre viteve, dhe në anën tjetër Kosova po bëhet një treg shumë atraktiv për prodhues në rajon dhe kryesisht fatkeqësisht prodhues serb. Pra po i mbyt prodhues vendor dhe po hap tregun për prodhimet e huaja edhe kryesisht fatkeqësisht prodhime serbe. Sot, Partia Demokratike e Kosovës kërkon auditim të jashtëzakonshëm nga zyra e auditimit dhe nga auditor të jashtëm për të analizuar mënyrën e zhvillimit të ankondeve dhe bazën ligjore, subjektet që kanë përfituar, si dhe çmimet edhe shumat e paguara në këtë periudhë. Pezullimin i menjëhershëm i këtij vendimit për daljen e bizneseve në treg të lirë deri në një periudhë të përshtatshme kur vërtet në Kosovë do të krijohen kushtet që të kemi treg të lirë, sepse tashmë nuk ka treg të lirë sepse është vetëm një ofertues i cili mund t'i furnizojë prodhues tonë vendor me energji elektrike. Pra, të nderuar media, të nderuar qytetar, 1 qershori është një ditë në rast se ky vendim nuk do të pezullohet, është një ditë e zezë për ekonominë e vendit tonë, sepse nga ai moment pra prodhues tonë vendor do të shikojnë mundësitë e zhvendosjes së fabrikave tyre jashtë Kosovës dhe në anën tjetër fatkeqësisht tash Kosova do të jetë një treg jashtëzakonisht i mirë për prodhues të tjerë e fatkeqësisht sidomos prodhues nga Serbia që qeveria e Republikës Kosovës së bashku me zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike po ja mundsojnë një gjë të tillë.
Tash në një periudhë të gjatë e kam kërku vendimin që ka marrë ZRE-ja, unë kam pasur në një njoftim. Pra që kur ishte njoftuar ZRE-ja që prodhues pra rreth 1300 kompani do dalin në treg të lirë, kam parë një njoftim që është dërguar, që është edhe publik në vetëfaqen e tyre, mirë, por nuk kam parë një vendim. Ndërsa ligji e thotë qartë që duhet të ketë vendim për këtë çështje. Dhe unë jam në kërkim të atij vendimi. Dhe në momentin që do ta kem atë vendim, që tashmë jemi në afatet e fundit ligjore, mirë, po në anën tjetër nëse i referohemi në ligjin tjetër, thotë që në momentin që i bëhet i njoftur në vendimi, atëherë mund t'i adresohemi edhe gjykatave tona vendore për pezullimin, domethënë që në mënyrë që të merret një masë përkohshme që ky vendim i ZRE-s të mos implementohet deri në vërtet të ketë treg të lirë. Ligji nuk mundet më u implementu pjesërisht, atu ku të pëlqen. Ligji do të më implementu në tënësi. Ligji kërkon treg të lirë. Dhe në treg të lirë do të jetë disa ofertues që ofrojnë pra në këtë rast shitjen dhe blerjen e energjisë elektrike, gjë që në Kosovë nuk po ndodh. Kemi vetëm një ofertues që bizneseve i obligon ose ta paguajnë atë faturë të energjisë elektrike që shkon mbi 250% më shtrenjtë se sa çmimet aktuale dhe ato të rritura, ose në anën tjetër të hekin dorë, ta ndalin prodhimin e tyre. Pra ne jemi duke parë mundësinë, nuk e thash me qëllim gjatë prezantimit tim, mirë po them tani, që jemi duke parë mundësinë që ta kemi sa më parë atë vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, ta analizojmë dhe ta dërgojmë në gjykatë dhe të kërkojmë masë përkohshme. Pra mos implementimin e këtij vendimit deri në momentin që vërtet krijohen kushtet që të ketë treg të lirë. Çështja e dytë për bllokim të kuvendit? Sa i përket bllokimit të kuvendit, ne kemi bërë të qartë. Ne kemi marrë pjesë në të gjitha iniciativat që janë ftuar me qëllim të dalin nga kjo krizë. Ne nuk i kemi huar asnjëherë të drejtën e atyre që kanë të drejtë të propozojnë si partia e parë kryetarin e kuvendit. Mirë po, siç e kemi thënë në vazhdimsi, është hera parë që një pakicë parlamentare pa i pas numrat kuvend të ta zgjedh kryetarin e kuvendit. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që pakica parlamentare me zgjedh kryetarin e kuvendit. Por nuk kemi pas. Gjithmonë kryetari i kuvendit është zgjedhur nga koalicioni që ka arrit me i pas numrat të mjaftueshëm edhe me votu qeverinë edhe kryetarin e kuvendit. Pra, këta duket qartë që nuk i kanë numrat të mjaftueshëm për t'i krijuar institucionet, dhe rrjedhimisht as për t'i zgjedhur organet e kuvendit që është kryetari i kuvendit dhe pastaj nënkryetarët e kuvendit. Pra ne kemi dhënë për te kemi shku më larg se sa të tjerët e kanë bërë të kaluarën, apo vetë partia në pushtet. Ne kemi paralajmëruar që ka disa prej figurave tyre që edhe mund t'i votojmë, që t'jetë për kryetar apo kryetare të kuvendit, mirë po jo në asnjë rrethon personën e fjalë apo edhe disa tjerë që mendojmë që në 4 vitet e fundit i kanë bërë dëm jashtëzakonisht të madh Republikës së Kosovës. Mendoj që kemi të bëjmë me një grumbull njerëzve jashtëzakonisht madh të shumë korruptuar, dhe në anën tjetër pra këta të korruptuarit duhet me u solidarizu me këta që tashmë kanë filluar hetimet ndaj tyre dhe e shohin si vetëm në mundësi një përplasje me organet e drejtësisë, ndoshta e shohin si mundësi që mundën i shpëtu pra pikërisht ndjekjes penale për përfundimin e bërë nga krimet që i kanë kryer. Pra është e qartë, ne para 2 ditë kemi denoncuar prap aferën në fjalë për cilën ka pasur pastisje dje, dhe sot në qëllimi kryesor i kësaj konferencë është pikërisht pra edhe denoncimi i këtyre abuzimeve dhe kërkimi nga prokuria speciale që të fillojnë hetimin, sepse hetimi i kësaj çështje, sidomos te energjia elektrike, është shumë më komplekse se sa hetimi i një çështje që mund të jetë aferë korruptive në veprimet brenda Republikës së Kosovës. Sepse këtu kemi të bëjmë edhe me bashkëpunimin juridik ndërkombëtar të qeverisë të shtetit të Kosovës me persona juridik jashtë territorit të Republikës, jashtë shtetit të Kosovës, për ta zbardhur këtë krim. Pra kjo është shumë më komplekse, sepse këtu duhet pra kemi profesionist, prokuror profesionisht jashtëzakonisht të përgatitur mirë, një task force shumë mirë e përgatitur në mënyrë që të marrë siguroj informacione edhe në Shqipëri, edhe në Kroaci, edhe në Bosnjë Hercegovinë dhe në shumë vende të këtyre akterëve që janë të involvuar. Fotografia kriminale në shërbim në energjisë elektrike në Kosovë nuk përmbushet vetëm me akterë të Kosovë. Pra këtu ka njerëz edhe jashtë Republikës së Kosovës, sepse ne shohim që këtu janë kompani që janë themeluar nga shtetas të shteteve tjera, pra kemi qoftë nga Shqipëria, apo nga Bosnja, apo nga vende tjera. Këtu duhet me pa një angazhim shumë i madh i prokurorëve, shumë profesionist
për me hetu një çështje tillë, sepse është shumë komplekse. Pro bashkëpunimi juridik ndërkombëtar që duhet ta bëj në rast organi akuzës, prokuria e Kosovës është tetë e rëndësishëm jetik për me arrit me po fotografinë e qartë të këtij krimi në çështjen e energjisë elektrike. Për moshë tjera parë, unë as nuk pas në bazë dia, për moshë tjera parë që po dëgjoj në diçka tillë që personin fjalë pas ka qenë në një formë një tjetër aktivist dhe në kohë pra po flasim për prokurinë speciale. Ata janë njerëz të cilët besoj në prokuria speciale ju e dini ekziston që para shpallës së pavarësisë së Kosovës, pa njëta shpallës pavarësisë së Kosovës, pa që në në miku. Është të pastaj është fuqizuar me tutje, pra kemi prokurorë të cilët janë të angazhuar dhe të cilët në vazhdimsi kanë qenë në krye të detyrës për ta luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Pra nuk ka kur falëndje këtu dhe unë inkurajoj prokurorët e prokurisë speciale dhe gjithë ata atyre të themelore që të angazhohen që ta luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin kudo që qoftë, në cilin do nivel qoftë. Është mënyra e vetme për ta shpëtuar këtë vend nga kjo keqe e madhe që është korrupsioni që vendi tonë po e ka nosë të vazhdimsi.